Një të parë se më fillu. E më vëj që dorë atë? Bra. Can you see on Facebook if you can see live? I wish we should move it here. I have live, I don't live. Go there. Mirë mbrëma të dashur dëgjues, kudo që të na ndiqni në Belgjik, në trojet shqiptare dhe në mbar diasporën. Ju përshëndes nga emisioni juaj Jehona Shqipes, zëri i kulturës, identitetit dhe aktualitetit shqiptar në zemër të Europës, drejt për drejt nga Brukseli, në Radio Panik 105.4 FM Bruxelles. Jemi këtu në studio sot me moderatorët tanë të dashur, Flavia Kuqi, Enida Rapaj dhe po ashtu Ragip Zekolli. Edhe pse sot drejtori na mungon, studioja vazhdon me programin e përditshëm. Ja këtu si thash më parë jemi në studio me të gjithë moderatorët tanë. Bonjour Enida, si e keni pasur javën sot? Qënë Flavia, po ti si ka qenë java, përshëndetje. Faleminderit. Na mungon dhe shpresoj që na dëgjojnë,
100%. Shpresoj ta kesh marrë me kënaqësi. 100%. Mos të harrojmë gëzuar Shën Valentinit të gjithëve. No, ndëgjoj, unë është shumë rëndësishme, unë i tesh agjën e kam jetën Michelin, edhe ka pas hemorragji cerebrale, edhe më ka shkru, dhe më ka që video djetë që 3 ditë mos i e ka pas këtë problem në spital, ka shku e shoqja me zemra, me lule, edhe ka vu në Facebook, thot edhe se jam i smur, kja ditë gjithmonë duhet festohet, nuk ka rëndësi, gjithmonë dashuria duhet i tregohet tjetrit, sepse është rëndësishme. Normal. Është egzageru pak festa, është ba pak komerciale ma shumë, që me shqitë sa ma shumë, por gëzuar i themi të gjithve gëzuar. Ragib, java jote sot? Do vazhdojmë edhe me tej, ajo dihet 100%. Atëherë vetëm që të njoftojmë pak publikun, sot do të kemi disa segmente në programin tonë. Do të kemi një segment që shpresoj ta shëmrapa ta kemi çdo javë, që do quhet Fëmijët janë e ardhmja, që do flasim pak për të ardhmen e fëmijëve tanë, se si të sillemi me ta ose si të sillen ato, si të mësojnë gjuhën dhe ta mbrojnë kombin. Do të kemi një segment tjetër politike, për politikën shqiptare, po ashtu për politikën kosovare, që dhe zotni Ragipi do jetë këtu me ne të ballafaqojmë për të. Po ashtu do kemi Edinën Base, mund të flasim pak dhe për atë programin e ri, Inside Story, Follow the Money, ndjekni parat, që tregon se çfarë po bëhet në Shqipëri, si pushiten tenderat dhe ku po shkojnë parat. Do të kemi pastaj segmentin tjetër që do flasim për një sukses biznesi, si shqiptarët në diasporë kanë marrur hof të madh dhe mbajnë biznese shumë të larta. Dhe në fund të fundit do të kemi muzikë fantastike. Do të kemi këtu të nderuarin Arif Vladi me këngën e tij të re që quhet Thërret Kosova o moj Shqipëri. Do jetë një këngë fantastike, ka dalur para 4 ditë. Ju urojmë një dëgjim të këndshëm. Ja, rikthehemi edhe një herë në programin ton, këtu tek Jehona e Shqipës. Le të mos harrojmë se me datën 20 ka ditëlinjen dhe radioja jona. Kemi këtu 40 vjet,
po afrohet. Kemi këtu 40 vjet që jemi përballë komunitetit shqiptar, jemi të parët që i lëshojmë informacionet dhe të parët si radio në gjuhën shqipe këtu në Bruxelles. Siç e thash edhe më parë, do fshtojmë sot me segmentin e parë që do të jetë segmenti që quhet fëmijët janë e ardhmja. Dhe kam dëshirë të gjithë të marrin pjesë nëse është e mundur. Mund të pyes për shembull pse është kaq shumë jetike të flitet shqip në Shqipëri, rreziku i humbjes të identitetit tek brezi i dytë dhe roli i shkollave shqipe këtu në Belgjik. Mundem për shembull me fillu me zotni Ragipin, edhe pse. Për arsye se para disa ditë ose një javë që kente një festë këtu në Gent, a ishte në Gent duket? Një festë për shkollën shqiptare. Tash ka shkolla këtu në Belgjik, shumë shqiptare se disa thonë nuk ka. Ka në Belgjik, ka në Liège, ka në Gent, ka në Antwerp, ka po ashtu edhe këtu në Bruxelles. Po Ragip? Me një fjalë, në Shqipëri sot bëhen tekste të historisë ose gjuhës letërsisë klasës parë, 2, 3, 4, 5 deri klasës 8 dhe vazhdon. Shumë herë unë kam pa tekstet e tyre që pak fat flasin për historinë shqiptare, pak fort flasin për dashurinë e kombit. Thu mendon ti që shkencat në Shqipëri duhet të bëjnë disa ndryshime dhe tekstet e librave të shkollor që të njihet pak më shumë, të shkruhet pak më thellë historia, apo thu na mendon na pengon Europa për të zgjeruar në këtë anë? Spartak. Se jena mësu të ankohen sa ke, unë gjithmonë jam ka ana tjetër, prandaj. Po. Pikërisht prandaj.
Faleminderit shumë. Për ty e kisha fjalën direkt normal. A mendon ti, Enida, që duhet t'ju tregojmë historinë e vendit tonë fëmijëve tuaj, ose t'i përfshijmë në aktivitetet kulturore, ose t'i rujmë festat dhe traditat tona? A duhet jetë primi ai që merr kohën anash t'ia përkushtoj fëmijës vetëm për traditat shqiptare? Prindrish që në emigracion ndoshta varet edhe nga e kaluara që kam pasur, me informacione do me thënë të përcjella, sepse ne nuk jemi në nukleon familjar të çdo familje shqiptare dhe përgjithësimi nuk është asnjëherë shenjë inteligjencë, po informacionet që kalojnë në mënyrë të përgjithshme është që janë prindrit vetë që ju këshillojnë fëmijëve që mos të flasin shqip, të flasin sidomos në Itali, të flasin italisht, nuk ka që duhet shqipja, dhe për të përgjigjur pyetjes tënde pas një paranteze shumë të gjerë, unë mendoj që edukimi duhet filluar nga prindrit, domethënë, edhe që sado ti të mundohesh të dukesh sikur je italian apo je grek apo je francez, në fund të ditës, duke i ulur vlerat shqiptarëve në përgjithësi, ti thjesht ul veten dhe nuk je më i mirë. Dhe të njohësh kulturën tënde, ajo është një vlerë e shtuar, sepse populli shqiptar nuk është vetëm ai i eksotit, nuk është vetëm ajo që duket nga një emigracion i dhimbshëm, domethënë i shkaktuar nga vuajtjet masive, nga luftat e përhershme që ne kemi pasur, është edhe një popull që ka shumë vlera, ka shumë tradita, dhe për ata që njohin, ka dietar domethënë shqiptar, por dhe albanolog. Albanolog çfarë do të thotë për ata që nuk e din, njerëz që janë të interesuar të njohin dhe studiues të kulturës shqiptare, studiues të gjuhës shqiptare dhe të traditave, dhe këta njerëz domethënë i vlerësojnë ato le të themi tradita apo vlera që kemi ne, kështu që është e domosdoshme që të edukojmë në rast të parë prindrit që Shqipëria dhe shqiptarët nuk janë ato që ata shikojnë në programet vulgare të ditëve të sotme. Shqipëria ka pasur dietar, Shqipëria ka pasur rilindas, Shqipëria ka burime njerëzore fantastike për ata që njohin, nuk janë vetëm ato që përfaqësojnë në media dhe që kanë ngelur në Shqipëri, kështu që ne si emigrant karriere do të thoja, mendojmë gjithmonë që kultura duhet të paraqitur, duhet prezantuar, duhet fillojnë nga prindrit, ambasada duhet të ketë një lloj impakti, por duhet edhe të kujtohemi se gjithmonë ne nga kjo eksperienca komuniste që kemi pasur, mendojmë që gjitha detyrimet i ka shteti, ndërkohë që jo. Do me thënë, personi vetë duhet të kërkoj, familja duhet të kërkoj. Marrë përgjegjësinë vetë në familjen e tij. Pikërisht. Ambasada, sepse dëgjoj, unë nuk është se jam nuk jam avokat i mbrojtës i ambasadës, po ambasada ka për detyrim marrëdhënie diplomatike dypalshe. Sigurisht do me thënë që duhet të jap dhe ajo kontributin e vet, do me thënë, për sa i përket komunitetit saj, por nuk duhet pritur gjithmonë, do me thënë, nga jashtë. Fillojë një nga vetja, pastaj zgjerohu, kështu që po, kulturë, edukim dhe gjuhë shqipe për të gjithë, sepse do të jetë një vlerë e shtuar dhe me kalimin e viteve do ta kuptoni. Shumë bukur siç e the parë, ka shumë familje që veti thojnë fëmijëve tyne mos flitni shqip. E kam për turp. Nuk e di, jo se shikojnë Big Brother, por në Big Brother është një karakter që quhet Tani, Adritania, Tani di që e tillë, që i thoshte kam 23 vjeç, nuk e kam pa vllain tem, e kur kam
Kur e kam gjetë vllahën tem, e kam gjetë në Greqi, e kam ballafaqu, i kam thënë vlla si je, dhe i ka thënë i vllai në greqisht, kush jeni ju, nuk ju njoh. Po. Edhe kur kanë dalë jashtë restorantit, e kanë kapi, kanë thënë, po ti mjef mu, ti din që unë jam vllajat, i ka thënë, po, nuk mund të fliqen si të pronarit, se nuk i kam thënë që jam shqiptar, edhe i kam thënë që nuk kam asnjë pjesëtar të familjes teme. Kjo është e dhimbshme, shumë. Me fjalë, nuk është diçka që vetëm flasim ne, janë diçka që po noll sot për sot në komunitetin shqiptar. Unë di prej historisë personale, private, temen, që ka pas nënën temen, 7 vjet në Greqi, të më thonë, mos fol shqip, se kishin frikë se na kapshin, Të diskriminojnë, po. edhe na diskriminojnë kuishit që na dojnë me zemër, mund të na diskriminojnë momentin që ata marrin vesh që janë shqiptar, edhe noll kjo gjë hala sot, ashtu si shnollën në Amerikë që i urrejnë disa, më fal që po them, po është e vërtetë, Po. i urrejnë njerëzit me ngjyrë, o njerëzit e indian, ose Këto ksenofobira akoma në hala 2020 nollin po. sot që në Amerikë, në Texas, dalin njerëzit me pushtë të dera, sot unë kam drejt me gjujt ty me pushtë nëse ti s'ik sepse ti je me ngjyrë. Edhe në Shqipëri hala nollin ka gjana në anën tjetër të diagramit. Me fjalë është Kemi ndjenjën e inferiorit Shumë. që Po para se t'ja lëlia fjalën Flavia, se besoj që e ka Flavia, do të thojë një gjë, është krijuar një grup shqiptarësh, Illyrian Brains, do me thënë është si shoqat fakti, jemi duke e formalizuar. Dhe qëllimi i Illyrian Brains, do me thënë truri shqiptar, ka qenë që t'i prezantojmë gjithë botës, jo vetëm diasporës shqiptare dhe jo vetëm kombit shqiptar dhe shteteve shqiptare të Shqipërisë dhe të Kosovës, por gjithë botës që ekziston një grup shqiptarësh elitar nga ana intelektuale, që shqiptari që ju mendoni se ekziston nuk është vetëm kontingjenti i burgut, prej të cilit ju keni turp. Është një grup shumë më i madh dhe janë inxhiniera, doktora, avokat, jurist në mbar botën, do me thënë, në pozicione shumë të rëndësishme, edhe shpresoj, normalisht do me thënë janë aktive edhe në Instagram, edhe në Facebook, edhe në LinkedIn, shpresoj do me thënë, sidomos gjenerata sot, që ka turp prej origjinës vetë shqiptare, të vijë në kontakt me këtë grup dhe të shikojnë do me thënë që ne nuk kemi asgjë më pak se të tjerët, madje kemi dhe më shumë. normal. Jo vetëm më shumë, duhet të edukojmë Europën se kush është Shqipëria, se si duhet kishte qenë Europa pa kulturën që i ka dhënë Iliria dikur Europës. Me fjalë, ne jemi baza dhe Greku e bën këtë më së miri në gjithë Europën, i mëson fëmijët e tyre që është në foshnjë, se ne jemi rranja e Europës, ne jemi rranja e letërsisë, ne jemi rranja gjithçka, edhe ato rriten me atë egoizmin patriotik. Tash nuk është i mirë egoizmi patriotik, po patriotizmi është shumë i rëndësishëm për kombin, që të ne të zhvillohemi si komb edhe të jemi krenar për kombin tonë, sepse kombi jonë nuk është vetëm 45 vitet e fundit në demokracinë e fundit apo në kohën e komunizmit, ne jemi më tej se kaq, ne jemi më shumë se 5000 vjeçar, sa po gjet në Lin në Shqipëri që një vendbanim 8000 vjeçar që aprovohet që kishte agrikulturë, që do të thotë agrikultura e parë në historinë europiane. Me fjalë, ne jemi ato që kemi zhvilluar vetë Europën për Europën që është sot. Pikërisht. Në fakt, nuk e di nëse keni parë për seksionin aktualitet, nga lajmet e fundit do me thënë, thuaj që Spiro Pali ka vizituar katedrën e albanologjisë, edhe le të themi do me thënë që është interpretuar, që është e vërtet, si lidhje fort tashmë midis Shqipërisë dhe Europës përmes dijes, diplomacisë dhe kulturës. Unë nuk e dija, nuk isha në dieni që në Universitetin Ludwig Maximilian të Munihut ekziston katedra e albanologjisë. Kjo është, mendoj, do me thënë këto janë nga hapat e para, nuk është e vetmja, besoj, duhet besoj dhe duhet edhe të informojmë pak më shumë këtë, për hapjen e kulturës dhe dijes shqiptare. Jo, se unë kam shkruar edhe libra për këtë gjë, ka në Egjipt, ka një studio albanologe atje, ka në Turki, ka brenda në Vatikan, është një kërkues departament i posaçëm nga priftrat që quhet
Albania del Secoli dhe në Shqipëria në për shekuj. Në shekuj, po. Dhe mbahen gjithë ato informacione, me fjalë në Austri ka disa organizata që përqendrohen në albanologjin, në gjuhën e Shqipërisë dhe kulturën, dojnë ta mbrojnë, me fjalë ka boll të huaj që mundohet ta na lartësojnë, por mos të harrojmë gjithçka është në thelb, gjithçka është në rrënjë. Do të fillojnë nga ne. Pa rrënjën e shëndetshme, Po. nuk kemi se të kemi një frut të bukur. Nëse vetë në Shqipëri nuk bëhen kërkimet e duhura, nuk sponsorizohen kërkimet e duhura, nuk na lejojnë të themi të vërtetën se kush është Shqipëria, atëherë s'ka se si arsimi ta arsimoj studentat tanë me historinë tonë të lashtë, Po. kur vetë ministria nuk e lejon këtë gjë. Pikërisht, Tash, absolutisht. se futmi për këtë segment që kemi të quhet fëmijët janë e ardhmja jonë, kemi Flavia Kuqin, e cili do na jap një mesazh emocional me përgjegjësi për diasporën. Mendoj që do jetë një monolog. Po, është një reflektim Spartak në lidhje me përgjegjësinë prindërore. Atëherë le ta dëgjojmë dhe Flavia. Atëherë, unë duke qenë dhe vetë prind dhe kam 2 fëmijë, kjo temë është shumë prekse dhe sidomos është aktuale. Duke qenë se edhe në moshë të re kam shkuar jashtë, pra kam bërë studimet që në moshën 18 vjeç dhe jam jam ndeshur shumë dhe me bullizime në lidhje me identitetin, si çdo njeri, jo vetëm unë. Normal, shumë. Por tani duke qenë dhe nën dhe kam 2 fëmijë, di që duhet një përgjegjësi shumë e madhe dhe ne si prindër kemi përgjegjësinë më të madhe, jo vetëm për edukimin, por për ndërtimin e identitetit të fëmijëve tanë. Atëherë ky është një reflektim që un kam shkruar në lidhje me këtë çështje sepse është shumë delikate dhe siç e tham dhe Enida, domethënë që gjithçka nis nga familja, gjithçka nis nga fëmijëria. Normal. Fëmijëria është baza. Identiteti i njeriu është themeli i sigurisë së brendshme. E përgjigja shpesh ndaj pyetjes kush jam unë, nga vi, kujt i përkas. Kur një fëmijë e di këtë, ai ecën në jetë më shumë vetbesim, ecën më me pak pasiguri dhe më me pak nevojë për të përshtatur duke mohuar veten. Pra ne gjithmonë shpesh e kemi mohuar veten me fatkeqësisht. Nëse, domethënë, po mundohemi tani ta ndryshojmë. Në diasporë, kjo çështje bëhet edhe më delikate. Kam njohur shumë raste ku prindrit, nga dëshira për integrim të shpejtë, kanë zgjedhur të mos u flasin shqip fëmijëve. Kanë menduar se duke hequr gjuhën do t'i ndihmojnë të përshtaten më lehtë, por shpesh ka ndodhur e kundërta. Fëmijët që rriten pa rrënjë të qarta, shpesh përjetojnë një ndjenjë boshllëku. Nuk ndihen plotësisht as këtu dhe as atje. Dhe kur dikush i pyet nga je, ata hezitojnë. Kur përballen me paragjykime apo bullizime në shkolla, kudo, nuk kanë një bazë të fortë identitare ku të mbështeten, sepse bullizimi shpesh godet pikërisht aty ku ka pasiguri. Nëse një fëmijë e ndjen prejardhjen si turp apo si diçka për t'u fshehur, ai bëhet më i brisht emocionalisht. Por nëse e ndjen si krenari, si histori, si pasuri, ai qëndron më i fortë. Gjuha shqipe nuk është vetëm mjet komunikimi, është lidhja me gjyshrit, me rrëfimet familjare, me këngët, me humorin, me mënyrën tonë të ndjeshmërisë. Kur një fëmijë nuk mund të flasë me gjyshe në gjuhën e saj, ai humbet dhe një pjesë të trashëgimisë emocionale. Identiteti nuk ndërtohet me fjalë të mëdha, por me përditshmëri. Atëherë kur festojmë 28 nëntorin, kur vendosim një flamur në shtëpi, kur gatuajmë një ushqim tradicional, kur tregojmë histori për sakrificat e gjyshërve, që i pëlqejmë të gjithë shumë këtë histori. Pra nëse ne jetojmë identitetin me krenari dhe pa komplekse, fëmijët do ta përqafojnë shumë natyrshëm. Pra gjithçka nis nga ne prindrit. Nëse ne e fshehim, ata do ta ndjejnë, sepse fëmijët nuk dëgjojnë vetëm fjalët tona, ato na shohin gjithmonë sjelljet tona. Dhe në fund të fundit, integrimi nuk do të thotë të harosh kush je. Integrim do të thotë të jesh i aftë të qëndrosh i plot, me 2 kultura ose me 3, me 4, me 2 gjuhë, me 2 horizonte dhe ta kthesh në forcë. Dhe ky është mesazhi që unë dua të ndaj, që një fëmijë me rrënjë të forta nuk ka frikë t'i hap krah drejt botës. Ndoshta u zgjata pak, po është shumë temë delikate. Edhe ty të lum goja. Ragib kisha diçka për të thënë? Për fat ndodh edhe një mrekulli në rastin Neko po bisedojmë. Tash po lexoj që mësuesja nga shkolla Rozafa në Gent ka një njohtim
Shkolla Shqipe, Rozafa, kërkon një mësues tjetër pasi numri i nxënësve është rritur. Nëse Nëse njihni ose jeni një mësuese që dëshiron të kontribosh në mësimin e gjuhës shqipe, na kontaktoni. Puna është vullnetare, ashtu siç punojmë të gjithë ne. Faleminderit për ndihmën dhe shpërndajeni. Spartaku po ma bën me shenjë që t'jem unë, jo mësuesja. Dëgjoj, është shumë e rëndësishme. Unë në fakt para një javë i kam dërgu ftesë 4 shkollave shqipe këtu në Belgjik. I kam ftu ftesë mësuesave, drejtorëve tyne që të vinë të flasin pak këtu në radion tonë. Jo, unë vi dhe pa pagesë, kam shumë kënaqësi realisht të mësoj gjuhën shqipe. Nuk janë përgjigj hala ftesës time, por shpresoj që të ardhmen të kemi një nga një këtu të gjitha shkollat, edhe nëse nuk është e mujtën në studio, mund na gjithmonë edhe në telefon mu marr me ta, që të na shpjegojnë pak për programin e tyre vjetor që kanë për studentat, sa studenta kanë dhe sa mundën me prit më, edhe për çdo lloj lajmërimi që ata kanë nevojë për me bë. Po, do t'jenë Spartak. Edhe atë ditë, do me thonë, ne bisedum për këtë çështje dhe besoj që gjithsesi do t'i përgjigjen ftesës tonë, edhe Radio Jehona Shqipës do t'jetë, do me thonë, zëri i tyre. Spartak, një këngë nostalgjike në lidhje me fëmijët. Pra, edhe këngën dosha t'ju them për segmentin që po marrojmë sot, që ishte segmenti i fëmijëve, që fëmia është e ardhmja e Shqipërisë. Ju falenderoj shumë që keni marrë kohën tuaj të informohemi ose të informojmë njerëzit. Është shumë e rëndësishme që fëmia është e ardhmja, nuk është vetëm një fjalë që thuhet fëmia është e ardhmja, është e vërtetë, edhe është edhe një këngë që ne na prek në shpirt kur e ndihmë për fëmijët. Le ta dëgjojmë së bashku. Kjo dorë që tundi djepin, shpresoj gjithë botën e sundon. Po, shpresoj që dhe një ditë vinë na tundin dhe radion dhe televizorin shqiptar, na këndojnë edhe një herë sepse ka mbetur pak larg. Këndojmë vetë në Spartak. Po, ajo dihet. Ideja është domethënë për komunitetin, për mua domethënë është shumë e rëndësishme që mesazhet kaloj, por ne do të insistojmë. Ne bëjmë punën tonë. Pikërisht, edhe në edicionet e radhës. Normal.
tek programi jon, or të programi juaj, Jehona e Shqipes në Radio Panik. Si që folme dhe me parë, sot do kemi një segment që do përkushtohemi biznesit këtu në Belgjikë dhe në diasporë. Këtu në studio kemi dhe biznesmenin që ishte nga emigrant në një sipërmarrës shumë i suksesshëm këtu në Belgjikë, zotni Ylli Billa. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma. A mund ta shpjegoni një çik për dëgjuesit tanë kush jeni dhe çfarë bëni këtu në Belgjikë? Po, unë jam emigrant, si gjithë emigrantët e tjerë, kam marrë në vitin 2000 këtu. Edhe kam ngel rrugëve të Brukselit një 6 muaj. Kishte marrë malli sot më ardh rrugëve me kërku me hym me gjetë parking. Edhe si gjithë tjerë të erdha këtu dhe unë përfundova në Limburg. Atje punova një kompani tjetër. Doja të bëja diçka, të ndryshoja diçka. Nuk doja të punoja gjithmonë të isha vetëm me bë diçka, po të isha me prodhu diçka interesante që tjerë se kishin. Nuk i kisha menduar me bë këtë që kam sot, por kisha menduar që me bë diçka interesante. Dhe lash punën që kisha këtu, vazhdova një punë, këtë punë që kam. Importova pllaka, importim pllakash nga Spanja për në Shqipëri. U ktheva nga këtu shkova në Shqipëri, hapa një kompani të vogël, po të sinqert dhe shkova në Spanjë, kontaktova me kompani të mëdha, punum, u kthyem, ishim të lumtur. Pastaj më ndindi ideja për marrë në Belgjikë. Mu kthy prapë me biznes në Belgjikë. Jo se shkova në Shqipëri, jetova gjithmonë, po biznesin e kalova atje dhe erdha këtu, pastaj na lindi dëshira për të bërë diçka më të madhe se në Shqipëri dhe në Belgjikë dhe shkuam në Spanjë. Aty prodhon gjithë pllakat për këtë botën dhe aty kemi ndërtuar një kompani shumë të madhe që eksporton pllaka në 160 vende të botës sot. Wow, bravo. Bravo. Sukses Kam parë dhe në internet, jeni të përhapur gjithkohë me një fuqi shumë të madhe. Edhe ajo më bën të besoj që keni një strategji shumë të rëndësishme nëse keni dëshirë dhe ta ndani me tjerë. Po, Cili është gabimi më i madh që bëjnë sipërmarrësit e ri? që jetojmë një kohë që nuk i kuptojmë kush janë gabime, kush janë gabime, Është po relative. gabimi është relative dhe nëse diçka u them edhe kolegët mi, nëse është produktive, nuk quhet më gabim, se edhe ne nisim gjërat për të mira dalin gabim ose nisim për gabim dalin të mira. Në fund është rezultate. Nëse ke Është rezultate. intuita ndonjëherë. Po të rit nuk e di, ndoshta duhet të mësojnë që problemi që kam me njerëzit unë që njerëzit duhet të jenë konsistent, të vazhdojnë të kërkojnë diçka dhe nga 1 deri në 100 prodhimi nuk është te numër 5 ose numër 6. Prodhimi është të fillon te 98, 99, te 100 është kur shkon te 100 është prodhimi produktiv që kërkon ti. Dhe shumica e njerëzve dorëzohen me shkallën e parë. Kur unë ngjitëm këtu, më tha kjo Flavia është kati i fundit. Truni ishte përgatitur për marrën kat fundit. Të duke lehtë, se ishte Është lehtë të përgatitur. zosh përgatit truni dhe kur nisni Bukur, biznes do ta nisësh ta përgatitesh për në kat të fundit. Dhe produkti është te numri 100. Te 95 fillon shef dritë. Edhe prodhimi jep rezultatet dalin te numri 100 kur ta bësh punën, pa bën punën nuk del rezultate. Dhe shumë vetë kërkojnë do me ditën e parë bën biznesmenat fitojnë lek. Nëse mund të fokusohemi te kjo pjesa këtu sepse më duket sikur është karakteristika kryesore, nuk e di nëse mund ta shtrim gjithë Ballkanit, po në Shqipëri po. Ma Armenia më shumë popujt Ballkanës dhe popujt turq, për shkak këto kanë qef me E dini se kush e përdor këtë metodë më shumë? Janë njerëzit që janë në olimpiada. Ato e parashikojnë përpara lëvizjet që do bëjnë, 30 herë përpara se ta bëjnë një lëvizje, që e bën trurin ta besojë që atë që do të bësh është shumë e fortë. Me fjalë një analizë shumë e fortë kjo që thotë ju. Autosuggestionimi vetes është shumë i rëndësishëm në biznes. Unë interpretoj edhe më Dhe në biznes, unë duke që një biznes woman shqiptare në Shqipëri, pavarësisht se këtu e kam lënë pak për ca kohë, njerëzit po nuk dështonin, nuk arrinin dot sukses dhe domethënë frika e dështimit është gjëja më gabim, po them unë sipas asaj që unë e konceptoj, sepse nuk duhet të kesh frikë, domethënë guximi është ai që do të çojë përpara. Dhe vitet e para gjithmonë janë të frikshme, por që duhet të ecësh, duhet vazhdosh, se ndryshe nuk arrin dot aty ku do. Dhe një pyetje që kisha për zotin Ylli është, se jam shumë kurioze. Ishte më e vështirë në Shqipëri apo në Belgjik për të bërë biznes?
Për mua ka qenë më e vështirë në Shqipëri se këtu. Aha. Dhe është më e vështirë në Shqipëri se këtu. Për çështje etike, për çështje Për çështje shumë ndryshme, ka çështje Teknike biles ndonjëherë. Më nuk më vjen turp me thonë që mu më të dasht me luftu shumë politikan dhe shumë gangstera në Shqipëri. pikërisht çështje etike. Gangsterësh. Po të them politikan me veshje gangsterësh më dasht që ti luftoj dhe i kam luftu që ditën e parë dhe ditën e fundit. Dhe asnjë ditë një temë s'kam pranu mu dorëzu para as politikanëve, as gangsterëve, as kujdes çfarë të them. Dhe që ditën e parë un kam dash me bëni biznes të ndershëm dhe kam biznes të ndershëm. Nuk kam as si ditë një temë s'kam marrë 5 lekë nga taksat e shtetit. Dhe nëse ti mendon që nuk të intereson taks, me vjedh taksat e dikujt tjetri, gjithmonë do të jesh i suksesshëm. Dhe 99% të politikanëve në Shqipëri janë mashtrues dhe ke shumë të kallash me punën me ta, sepse ato janë mashtrues, ato kanë vjedh, ti s'ke vjedh dhe ti je më i fortë se to. Edhe unë nuk i kam leju që ato të hynë pjesën time. Është shumë e rëndësishme kjo gjë sepse O, shumë e rëndësishme. e ardhmja e biznesit tënd përfaqëson vetëm ty, kërkuj tjetër. Nga ana Juridike. nga ana juridike. Ja, nga ana Sa po juri- mi kuturi. Nga ana juridike kisha qef me Elida me bë disa Me pyetje disa sepse pyetje. kemi po. një avokate shumë të fortë këtu që është edhe pjesë E dhomës tregtisë. e dhomës tregtisë shqiptare këtu në Belgjik. Po, Pastaj mendoj do të themi edhe te Flavia dhe një. pikërisht. Edhe unë jam në dhomën e tregtisë. Po, e di. Do me thënë, unë jam avokate kryesisht e specializuar në të drejtën e biznesit, se çdo gjë që është lidhur me shoqëritë tregtare, corporate governance, më prek nga afër. Por çfarë më ka prekur më shumë ka qenë çështja e etikës në Shqipëri, çështja e moralit të biznesit. Dhe fakti që ne nuk kemi pasur një përfaqësi diplomacie ekonomike në Belgjik, arsye për të cilën do me thënë ne krijuam një dhomë tregtie që do ketë eventin e lunch në datën 31 mars pranë ambasadës. Që të vi tek ju, në rast të parë për gëzimet e mia më të sinqerta, sepse jeni një shembull që unë do doja ta përdorja gjithmonë si shembull për brezat e ri që duan të hyjnë në biznes, por mbi të gjitha kur janë me origjinë shqiptare. Sepse është krijuar një ide konsoliduar që vetëm nëpërmjet teknikave të rrema, vetëm nëpërmjet korrupsionit, vetëm nëpërmjet atyre aferave korruptive mund të arrijë diku, ndërkohë që ju jeni një nga shembujt akoma prezent, do me thënë, që në fakt me punë edhe me mundesh edhe je edhe më i suksesshëm. Për sa i përket hapjes së biznesit tuaj, nga ana teknike ka qenë, për shembull, nëse do të jepnim një këshill investitorëve apo njerëzve që janë të interesuar, ju mendoni që nga ana teknike është më e lehtë në Spanjë apo në Belgjik? Tash në fakt në Belgjik me Spanjën kemi dy sisteme të ndryshme biznesesh. Spanja është vend prodhues dhe prodhon, kurse në Belgjik ne shesim në popull, Jeni më shumë distributor në Belgjik. në Spanjë distributor, por vetëm distributor, në Spanjë Okay. vetëm B2B, Okay, për gjithë super. botën. Kurse në Belgjik ne jemi B2B dhe B2C. A keni vetëm plaka apo dhe elemente të tjera? Në Belgjik vetëm plaka dhe në Spanjë, kurse në Shqipëri kemi edhe hidrosanitare dhe mobilje. Është komplementar. Komplementar. Ku ndjeni më shumë presionin fiskal? Më shumë në Belgjik apo Të në në drejtën Spanjë? kam 12 vjet në Belgjik dhe askoma si kam pa nder kontrolluesit, sepse këto i kanë shifrat në sistem. Pikërisht. Kontrollojnë kompanitë që kanë çdo vit rritje me fitim Okej. dhe kompania jonë është gjithmonë me fitim. I herë një temë kam pasi kontroll, më ka marrë telefonin, kam thonë, ja ku ke numrin, fol me nusën time dhe merr vesh. Nëse s'merresh vesh, merr më në telefon. Dhe diskutojmë. Dhe unë jam për biznes të hapur, i kam gjitha dokumentat në rregull, i kam digitale gjitha faturat digitale dhe ato mundu me i kontrollu shumë shpejt dhe mëra 2 ditë dhe më kanë kthy një email, shumë faleminderit, ishte shumë sinqert, për ne ishte sukses, ishte shumë bukur, bravo, vazhdo kështu. Okej. Është një shembull për gjithë bizneset në Pikërisht. Shqipëri ose në diasporë se si
nëse je i rregullt 100% me gjitha rregullat e atij shtetit, gjithmonë do të rritesh sa më lart. Kisha edhe një Normalisht, tjetër po. për ty. A ka ndihma financiare prej shteteve që punon ti? Ja, normalisht në biznes nuk ka ndihmë financiare, në bizneset janë gjithmonë. Biznesin ndihmon vetëm gjithë. As i ditë s'ka pas ndihmë, as një shtet të botës nuk ka, në vetëm këto kompanitë e vogla që nuk e di se për kompanitë me startupet ndoshta mund, po nuk ka pas. Për mua ndihma më e madhe është të njëkin ligjin, se po nëse njëkin ligjin shtetit, për mua është. Në këto agevolacioni do me thënë që janë bërë reformat jo vetëm fiskale, po në të drejtën e shoqërive tregtare nëpërmjet direktivave europiane janë munduar thjesht do me thënë që të heqin detyrimin e kapitalit. Nëse formon do me thënë një SHPK, po në rast më përpara ka qenë për shembull le të themi 15.000 euro, 17.000 euro, 20.000, 100.000 për SHA-t. Tani detyrimi për shoqëritë për kapital, do me thënë ekzistencën e kapitalit për SHPK-t në Belgjik nuk ekziston, por në mënyrë indirekte ekziston detyrimi i planit të biznesit. Do me thënë, nuk kemë detyrim ligjor që ta hapësh kompaninë me 10.000 euro të themi apo me 17.000 euro, por duhet të parashikosh prezantimin e një plani biznesi që të garantoj vijshmërinë e biznesit për të paktën 2 deri në 3 vjet. Sepse do me thënë janë arritur numrat e falimentimeve në Belgjik, në gjithë botën mendoj pak a shumë, po shifrat janë rritur dhe tani do me thënë duke qenë se kishte shumë persona që e shifnin falimentimin si mënyrë, si teknik për t'ia dalë, atëherë çfarë bëjmë? Në rast të parë mundohemi ta paraprim nëpërmjet planit të biznesit që të arrijmë të paguajmë furnitorit, po mbi të gjitha kreditorët e privilegjuar që është ONSS-i, domethënë sigurimi shoqëror shëndetësore, edhe SPF Financa, taksat, dhe mënyra tjetër që kanë bërë, domethënë kanë rritur përgjegjësinë ligjore të administratorëve. Nga ana corporate governance, më përpara ti e mbyllje me një falimentim, mbaronte muhabeti, nuk prekte njeri pasurinë, ndërsa tani angazhojnë 2 nene të reja të kodit të drejtës ekonomike në Belgjik, nëpërmjet të cilave unë si kurator kam të drejten të prek pasurinë tënde personale. Dhe këto janë pak a shumë ato lehtësimet e vetme, e para ishte lehtësim, po të tjerat janë më shumë masa rënduese. Po për dual tax, a ka Belgjika me Shqipërinë ndonjë marrëveshje për dual tax për kompanitë shqiptare që punojnë këtu në Belgjik? Normalisht, domethënë nuk kemi akoma statistika të shumë kompanive shqiptare që punojnë në Belgjik, por normalisht double taxation treaties ka pothuajse me çdo vend dhe mundohen që të kenë sa më shumë për të evituar domethënë atë uljen e motivimit të personave që të investojnë. Double taxation nuk është më problem. Zotni Billa, a ke klienta shqiptar shumë me shumicë e me pakicë? Këtu në Belgjik? Në përgjithësi në gjitha bizneset tuaja në Europë. Normalisht Shqipëri janë shqiptar, kurse në Spanjë janë 99.9% janë të huj. Edhe në Belgjik po kam edhe shqiptar që jetojnë shumë në Belgjik. Ju kishit vendosur dhe flamurin shqiptar në Belgjik apo jo? Po, flamurin e kam vendosur ka 4-5 vjet që kam vendosur. Dhe kjo është edhe një fakt, në fakt kur ti vendos një flamur aty, domethënë që nëse ti nuk je në rregull, ti nuk ke guxim ta vendosësh atë flamur. Është krenari. Bravo. Edhe un kur s'kam menduar që për një flamur do ke më shumë kontrolle. Un nuk besoj te ky sistem. Edhe gjithmonë kam pas kontrolle. Mund të kem paragjykime nga të hujt. Por unë kam thënë gjithmonë ato pak përqinë që i humbi se kanë problem. Nuk jeni patriot i fortë. Është një gjë shumë e madhe për të përgëzuar. Unë mendoj me qenë, unë që normale me qenë patriot, unë me që anormale mos me qenë patriot. 100% prandaj kishim atë segmentin e fëmijëve që më mësu fëmijët të jenë sa më shumë patriot, ta dojmë kombin, ta mësojnë gjuhën shqipe. Në shtëpinë tuaja flitet shqip. Në shtëpinë tim unë kam nusën belge dhe nusën ime flet shqip dhe kupton shumë shqip. Bravo ju qoftë. Edhe unë me fëmijët flas shqip, po unë në fakt jam shumë i angazhuar me biznes dhe nuk jam shumë me fëmijë. Por fëmijët e mi kuptojnë shumë mirë shqip dhe dinë shqip, po jo siç unë. Dhe janë, i thash edhe Flavjes, i thash fëmijët e mi çunit më shumë,
studion për inxhinieri civile këtu në Lëvën dhe është një ndër degët më të vështira për me studiu në Belgjikë sot për sot. Edhe është ndër studentat 25% më të mirë në universitet. Bravo. Dhe kur gjithë tjerët kanë ngelën provimet para sa e kanë provimin para 10 ditë diçka tillë, që patën provimet e universitetit dhe ky ishte me gjithë mbi 70%. Dhe 80% e grupit kanë ngelën në klasë, ishte një diçka shumë pozitive për mua, se unë mund të jem një biznesmen shumë i fuqishëm nëse fëmijët e mi nuk janë të suksesshëm, unë nuk mund të qoj më biznesmen i fuqishëm. Suksesi i fëmijëve është dhe suksesi juaj kryesisht. Patjetër, gjithë punën bëhet për fëmijët, për fëmijët. Nëse fëmijët janë të suksesshëm, do ti quhesh i suksesshëm. E keni dalluar tek fëmijët e tu nëse ndonjëri ju ka ngjar juve që do të bëhet biznesmen. Dhe sa fëmijë keni një Kam dy fëmijë, kam një çunin 19 vjeç, gati dhe vajzën 17. Çuni i kam gjatë më shumë nga mamin mentalitet. Edhe që bie është më shumë artist apo? Jo, janë si familje që kanë qenë familje teknike, kurse më i organizuar, më. Po, mund të thosh më të organizuar, por unë nga familja ime mamin e kam mësuese, kam pas, babin ka qenë mësues fizike, matematike dhe ne kemi di gjithmonë me bën kalkulime. Nëse ti di me bën kalkulime, po origjina juaj nga është? Origjina është nga Kukës, nga Vila. Është pikërisht nga Vila e Kukësit. Emrat i kemi emra të lashtë apo emra modern? Kush? Fëmijëve. Florian dhe Elisa. Bravo. Emrat ndoshta janë shqiptar, po janë të shqiptueshëm dhe për mua. Florian është shqiptar. Emri shqiptar. Florian rrjell nga Ilirishtja. Se Spartaku i di të gjithë emrat, po. Rrjell nga Ilirishtja e vjetër. Për Flori, aja dihet, por jo Flori si diçka monetare, por një diçka që shndrit si floriri. Në fjalë diçka shumë e rëndësishme. Më me vlerë se sa. Po e përdori dhe këta Florian, Florian dhe Fleur. Po, këto. Edhe gjermanisht edhe. Flavia, kemi një pyetje si Flavia. Po, tamam. Me fot gjithë. Unë nga ato që kam lexuar për ju ishte pjesa ku keni bërë rreth 4 pika të fuqishme këtu në Belgjik. Si arrite deri te 4 showroom po themi? Si të bësh një një surprizë për në fund, që kemi një showroom akoma dhe më të madh. Po, në jo, më i madh në Ballkan është në Shqipëri, po në Belgjik jemi tash kemi blerë tokën, gjithë terrenin është përgatitur gjithçka, me arkitektët jemi busy për se si me vendos ato, si me e bën ato dhe unë jetoj në Belgjik dhe deri tani kam investuar më shumë jashtë Belgjikës dhe sot ka ardhur momenti për të investuar për të kthyer më shumë fuqishëm në Belgjik, sepse shteti në Belgjik popullata këtu është më e dendur dhe është shumë e rëndësishme. Pikë strategjike dhe e mirë. Dhe është po shumë edhe për Gjermani, Hollanda dhe Luksemburg. Ne quajmë Villa Benelux. Edhe ne do bëjmë një ndërtesë tepër të bukur, tepër madhështore, tepër komforte dhe tepër të prekshme për njerëzit. Se gjithmonë ne kemi menduar gjithmonë me bën diçka interesante që njerëzit të jenë të prekshme, mos bëjmë një ndërtesë shumë të bukur që njerëzit kenë frikë me armë ble pllakat e nëse më thonë ti ftoj njerëzit pra ti ftu se ti e thjesht, e simple, po mos ti të bukur dhe kur kjo ndërtesë e bukur të mbaroj, se do nisë këtë vit, do ta plotësojmë kur të vendosim flamurin në Shqipëri, një ndërtesë më të bukur që ka zona, ajo normal flamuri ka merr vlera më shumë. Sa më e bukur të sfondi pas flamurit, është më bukur. Pra do bëhet një godinë ngrohtë, besoj që do. Një godinë shumë ngrohtë, 5 katë, ndërtesë e bukur, shumë është i kam dizajn, kam. Do ketë dhe elemente të tjerë përveç pllakave? Do ishte mirë. Normalisht do kemi dhe hidrosanitare, po ne pikën kryesore kemi pllaka dhe ne prodhojmë pllakën Spani dhe shesim pllakë kemi pikë kryesore. Dhe zot Miragip, ke diçka? Me thonë drejtën, sot po njihem shumë krenar që je në mesin tonë. Besoj, jo me u bë qefin ose diçka, po jo mundu ta përcjell kohë pas kohë aktivitetin tuaj edhe elementi kryesor që më ka bërë të jem afër me shpirt, me mendje, me zemër është ajo dashnia edhe për vendlindjen, edhe për emrin që trashëgoni, po edhe për prindët që edhe tashin nxut në gojë. Do të thonë kur kam pa një takim që
është bo edhe në vendlindjen tuaj edhe kanë shku prej gjitha trevave, Po. jëm ndi I varfër pse s'jam ndoshta pjesë e saj, sepse ka qenë situata. Je I ftum, Me herën tjetër, me knatësinë më të madhe dhe vërtet po bëhemi krenar me këto raste për arsye se nuk është vetëm suksesi juaj, po është edhe sukses I gjithë neve. Kur kalon këto barjera edhe kur bëhet një punë e mrekullueshme, atëherë vërtet sukseset nuk mungojnë. Unë po them jo vetëm për krahje morale, por çdo gjë edhe në çdo kohë do të jemi që të komunikojmë bashkë edhe kur është për të mirën. Sot po ndihem më I lumtur që je edhe pjesë e radios për arsye se e tham, po kjo radio I ka jetu 40 vite në Bruksel që s'ka qenë e lehtë, edhe kur kemi raste sikurse juaj edhe ne ndihemi vërtet shumë krenar. shumë faleminderit. Zotni Ylli Billa, faleminderit shumë për prezencën tuaj në programin ton, për transparencën Spartak, tuaj. ke haruar planet për të ardhmen apo ishte showroom I ri? Jo, ishte pauza muzikë. No, thame, por jeta për atëherë si pyetje fundit, çfarë është plani juaj në të ardhmen e afërt ose të lartë? Dhe një Për mesazh- biznesin tuaj dhe një mesazh për gjithë ato shqiptarë që kanë dëshirë të krijojnë bizneset e tyre jashtë Shqipërisë. Unë do të ndërtojmë këtë që kemi për plan dhe do të lëm fëmijëve të mi një biznes të konsoliduar këtu në Belgjik dhe unë do kthehem të investoj në katunin tim, aty më kom lej. O zot. Edhe du të kaloj momentet e me fundit, ose nuk po bënim për fundin sepse jam I ri akoma, po du që 10 vjeçin tjetër, pas 10 vjeçve të nuk kam interes për me investu më në për botë, po do kthehem të investoj në Shqipëri, në tokën time. Edhe pse është kundra natyrës biznesit, sepse të investosh në për fshatat e Shqipërisë së Veriut mund të jetë e vështirë pak, por unë du që këto klienta që I kam këtu ose këto belgjit europian që I kam pas këtu, ti kem edhe si klienta në hotelet një hotel të bukur në fshat tim. Është ëndra imja për ta kthy, janë ca vështirësi që janë, por unë do ta kthej dhe do ta kaloj dhe këtë vështirësi do ta bëj edhe këtë. Por ato do ta shijoj bashkë me pleqnin time. Pavarësisht do jetë një biznes për ty, do jetë një krenari për fshatin Të tënd. jetë dhe festën që ne e bëjmë për fshatin, për t'i dhënë një emër, për t'i kthyr një emër në fshatit, jo vetëm fshatit tonë, por edhe gjithë zonës së Veriut, sepse ato malet bukur, ato vende prallore, sa herë që shkojmë me tuj, ato habiten se si ka mundësi që ne emigrojmë. Dhe ato vende prallore, nëse dikush në Zvicër ose në Gjermani ose në Austri ka pas turizëm suksesshëm, pse nuk kemi edhe ne me ato malet bukur që kemi ne? Ne kemi malin, detin, fusha, të kemi gjitha dhe nuk I kena, na është turp për ne që akoma ne jemi Të në mos shfrytëzohen si duhet. normal. Edhe një herë shpejt për showroomin e ri që do keni ju këtu në Belgjik. Showroom I ri do të jetë më I miri në gjithë Europën perëndimore. Më I miri, nëse nuk jetë më I miri, unë nuk Do dorëzosh. do të çesë dhe nuk merrem me ta. Atëherë Po me këto bizneset e tjera shqiptare, a ke pas ndonjëherë këtu komunikim ose bashkëpunim? Kam shumë bashkëpunim me bizneset shqiptare, thuaj se gjithë e njohim një tjetrën, kemi shumë bashkëpunim. Unë 80% të rasteve biznesin e bëj me shqiptar, jo për ma lirë, po për të dhënë ndihmë atyre, se për ma lirë, Do ishte normalisht na mirë, shqiptar nuk jena ma lirë, po. do ishte unë mirë po, të kishte edhe ura bashkëpunimi, komunikimi mes nesh dhe ne që jemi dhe në dhomën e tregtisë të industrisë, që t'ju lidhnim dhe akoma më shumë, ndoshta nëse nuk ka një strukturë, nuk e di nëse Unë ka jam një gjithmonë I strukturë, hapur për bashkëpunim. ka një strukturë të nuk e përcaktuar di apo se është si e janë. vështirë në këtë pikë, nuk e di. Zotni Ylli, ju falenderojmë edhe herë për prezencën tuaj të programi Shumë jonë, faleminderit. edhe për të gjithë dëgjuesit, ashtu siç e dëgjuesit dhe ju me veshët tuaj, Guri Ran përshon Vendet. vendin e vet. Edhe në fundit, pavarësisht se ka biznesin tonë në Europën, ai do shkojnë në Shqipëri të fshati i vet, të krijojë diçka magjike për veten e vet, për fshatin e vet edhe për kulturën shqiptare. Kjo ishte për të duar trokitur. Atëherë mësoni fëmijëve tuaj të flisni shqip, edhe I zgjeroni fëmijëve tuaj idenë që të jenë biznesmen, të jenë drejtora, të jenë mjek, të jenë njerëzit që të udhëheqin popullin shqiptar kudo që të jenë. Vetëm të ndërhyj pak nëse keni kohë akoma, nuk e di a keni Po kohë. kemi. Sa dush. Kur hyna këtu në Gjova Flavën që fliste për fëmijët mos të jenë të bollizueshëm, të jenë të suksesshëm,
nëse një fëmijë ndjet komfort në këpucë të vetë, thonë hollandisht, nuk e di si thonë shqip. Mund të thuhet. Ai gjithmonë ka përqenë i suksesshëm. Unë kur kam ardhur nga Kuksi në Tiranë, nuk jam bullizues, nuk jam tip që ja pranoj bullizimin, por reagimi im ka qenë gjithmonë i ashpër me atë dhe jeta të mëson për me qenë i si që je. Dhe nëse i mëson fëmijët me qenë, mos u thuj jam italian, jam kinez, jam arab, ose nuk e di, arab ndoshta se kanë qef, po. Jam francez o italian. Ato gjithmonë nuk kanë për qenë vetvete, ato gjithmonë kanë për të rrajt, kanë për të mësuar me rrajt. Janë gjithmonë tema shumë delikate. Janë tema delikate që duhen marrë dal nga dal dhe jo me shpejtësi, sepse janë shumë të rëndësishme, sepse disa fëmijë janë shumë delikat, disa fëmijë janë më pak delikat. Po gjithkush ka më qenë delikat nëse gjithmonë kanë për të rrajt, unë kam për të thonë një shoqë klase, nuk jam ky, nuk jam ai, s'jam ai. Jam ka ky, jam nga ai. Forca buron kur je vetvetja gjithmonë. Unë nuk kam asnjë fëmijë nuk ka më truni nuk funksionon nëse do të gjithmonë më marrë çka më thon para dite çfarë mos dite. Nëse më marrë men çfarë thash, çfarë shpika në raketa në gjë diçka tjetër, do të më menush shpika çfarë thash, jam nga Shqipëria, jam nga Kuksi, nga Tirana, nga Vlora. Kështu që fëmijët do të jenë gjithmonë vetvetë. Mësoni që ti fëmijët vetvete. Po çën vetvetja, nga vetvetja ato dalin një jetë më të lumtur, më të bukur. Normal. Faleminderit shumë për të mesazh të pastër dhe vazhdojmë programin ton me pak muzikë. One jack, please. Po ju e jeni shqiptar? Po, dhe va. Po foli më shqip, bo. Çdo behar kur vi për festa për gëzime, vështirësin e gjej në gjune në nëstime. Shqip të foli nëna kur erdhe në jet, mos e harroj gjuhën kudo që të jesh. Një fjalë po ta them, amanet nga se je shqiptar. Një fjalë po ta them, amanet nga pak, ta bash me përjet, fol shqip se je shqiptar. Që të jesh, një fjalë po ta them, amanet nga pak, ta mbash me përjet, fol shqip se je shqiptar. Një fjalë po ta them, amanet nga pak, ta mbash me përjet, fol shqip se je shqiptar. Fol shqip, fol shqip, fol shqip se je shqiptar. Fol shqip, fol shqip, fol shqip se je shqiptar. Një fjalë po ta them, amanet nga pak, ta mbash me përjet, fol shqip se je shqiptar. Një fjalë po ta them,
Ja po, ku po kthehemi edhe një herë tek programi jonë Jehona e Shqipës në 105.4 në valët FM këtu në Bruksel. Dhe do vazhdojmë me segmentin e tretë të programit ton, që do jetë politik, banu gadi Enida, banu gadi Ragip. Edhe unë. Edhe ti banu shumë gadi. Unë më shumë akoma. Por si që tha Kanga, fol shqip se je shqiptar. Mos të harrojnë të flasin fëmijëve tanë shqip, sepse është shumë e rëndësishme për të ardhmen e tyne. Edhe për shembull e dëgjojmë për Greqinë, kur t'ju thot një grek pse flet shqip pa ki turp, mundesh mi thënë atyne që a flet ti greqisht, vllai thot ty pa, thuj jo, a flet ti gjuhën origjinale greke? Greqisht, sepse ata e quajnë kaligrafi gjuhën origjinale greke. Ata thonë jo, nuk e di sepse vetëm prindi jem i ka mësu këta. Ata atëherë thuj atyne ajo gjuhë ka fjalë iliriane, jo fjalë greke. Atëherë flitni shqip edhe t'jeni krenar. Atëherë vazhdojmë tani për segmentin politik. Nuk e a jeni gati të dy, nuk e di ka doni me ta fillu. Tani ne jemi mësuar gjithmonë me Sakipin te kjo pjesë që është dirigjenti perfekt i radios. Atëherë tema do jetë sot për politikën shqiptare dhe politikën kosovare, mbase mund të fillojmë sot me politikën e pjesës e Kosovës, zhvillimet e politikës të javës, konfliktet politikale, vendimet e rëndësishme dhe reagimet e publikut, zotni Sakip. Zoti Ragip. Sakip. Ragip. Lapsus freudian, a? Yes, sorry. Megjithatë, do me thënë eksakt pas një viti, po them sepse ishte periudha shkurt shtyrjesh, vështërsish, thyrje brylash mes vete, në Kosovë përfundun zgjedhjet edhe përfundun zgjedhjet edhe javën e fundit do me thonë ndodhi edhe krijimi i institucioneve, do me thonë është kriju parlamenti, gjithashtu janë krijuar edhe grupet parlamentare dhe është formuar qeveria. Kjo ishte një boslak shumë i madh për arsye se i kushtoi shumë në aspektin organizativ Kosovës edhe në arenën ndërkombëtare, po them gjithashtu, për arsye se për teket tona humbëm një pjesë të madhe, domethënë të organizimit, pastaj të donacioneve që ishin nga bashkia ndërkombëtare dhe me njëherë në seancën e parë, domethënë të parlamentit, është bërë ratifikimi i marrëveshjes parë atë shumën që përmendim parafërsisht arrin, domethënë 860.000. Ajo shumë tash mund të përdoret ndoshta më shumë nga ekonomia e Kosovës, por çështja tjetër është për arsye se Kosova po ballafaqohet me një situatë edhe në aspektin tjetër, domethënë përveç ekonomik, për arsye se për momentin edhe krerët e UÇK-s, të cilët ndodhen në Hagë, janë në fazën e fundit, domethënë të raporteve të prokurorëve dhe gjithashtu të gjyqtarëve që i kanë dhënë mendimet e tyre, dhe ajo ishte me të vërtet shumë e rëndë për arsye se 45 vite për secilin prej tyre është shumë marramense dhe kur dihet që se si ka funksionu dhe çfarë ka qenë dirigjimi i truri i asaj periudhe kohore. Çështje e cila ta shohim tash se si do të shkojë, domethënë me prezantim pas asaj që paraqiten advokatët, dhe çështja tjetër ndoshta që në Kosovë e presin shumë shpejt është se çka do të ndodhë, për arsye se do të kemi zgjedhjen e presidentit, përkatësisht tash në këtë moment është presidente, dhe ajo do të jetë një çështje në vete, për arsye se nëse nuk gjendet një zgjidhje, një konsenzus i cili e dim se me 2/3 domethënë duhet zgjedhet presidentja, ndoshta opcion që përmendet përsëri është shkuarja në zgjedhje. Të shkosh me një viti 3 herë në zgjedhje është shumë e rëndë dhe është edhe një mundim edhe një maltërtim për popullsinë, po them përgjithsisht, dhe pa marrë parasysh rrjedhën.
Kjo do të ishte parafërsisht, domethënë pjesa e parë, pastaj mund të shohim edhe për rrjedha tjera. Po ashtu javën tjetër nuk të kena jetu shku në Kosovë? Po, megjithatë kjo radio e din sepse për fat mund garo që me njëherë pas luftës të bajnë një nga punët më të rënda në Kosovë. Unë kam udhëheq për 5 vite komisionin e qeverisë pa gjetunit, janë mia kufoma që kanë kalu në përduart e mia dhe ajo çka është më e rënda, do me thonë, kjo plagë ende po vazhdon në Kosovë. Ne kemi dikun edhe 1600 veta që janë të pa gjetun, do me thonë, edhe pse unë mendoj që politika i ka fajet për arsye se Serbia ka qenë një shtet i organizuar edhe ajo vetëm do një trusni ndërkombëtare dhe mund gjenden, do me thonë, pjesa më e madhe e tyre. Kështu që unë nesër udhtoj për Prishtinë sepse është konferenca e dytë ndërkombëtare që merret me të pagjetunit dhe stresat edhe traumat. Gjithashtu ka ekspert të gjitha fushave dhe me shpresën që mund të lëvizet diçka më shumë edhe në këtë drejtim. Për presidentin e Kosovës, qa flitet? Kush është në garë? Po e para kjo që presidentja dëshiron të jetë, ajo ka shpreh gatishmërinë, domethënë që të jetë. Ka zëra që faktikisht opozita, kryesisht edhe një pjesë e popullatës kërkojnë president konsensual. Domethënë, të jetë dikush që mund të jetë i pranueshëm nga të gjithë dhe jo vetëm nga pjesa e subjekteve, domethënë që tash udhëheqin. Megjithatë, unë mendoj se presidenti Kosova është shtet parlamentar, për arsye se parlamenti vendos për çështjet madhore dhe nëse nuk është një president që zgjidhet nga populli, atëherë kompetencat e tij janë më pak të fuqizuara se siç ndodh në shtetet, domethënë presidenciale, ku zgjedhet me votën e popullit. Presidentja tanishme ka vënë një iniciativë tillë që mos zgjedh, ndoshta edhe prej popullit. Ta shohim se si do të shkojë rrjedha. Shumica, domethënë, unë mendoj se shumë gjëra janë përsëri në dorën e kryeministrit për arsye se ai ka fituar një shumicë, po them, solide, ka kalu 50% dhe ta shohim si do të lëvizet. Faleminderit shumë zotni Raki për informacionin tuaj Faleminderit. që na dhat. Le të vazhdojmë programin ton nga ana politikës, nga ana Shqipërisë. Mund të them që para 2 ditësh në Top Channel është nxjerrë një program investigativ që quhet Follow the Money, ndiqni parat, që ka ngritur pikpyetje shumë të mëdha mbi mënyrën se si përdoren fondet publike dhe lidhjet e politikës mes biznesit. Ai paraqet të zbulojë se kush përfiton nga vendimet ekonomike dhe sa transparente janë institucionet ndaj qytetarëve. Enida, çfarë mund të na thush diçka më thellë për këtë ose si shihni ju? Po, le të themi domethënë që mënyra se si është organizuar ekzekutivi, gjyqësori dhe legislativi ka qenë në një mënyrë të tillë, domethënë që të sigurohet një lloj transparence në marrjen e vendimeve, një lloj proporcionaliteti në marrjen e vendimeve, por këtu kemi të bëjmë me diçka më specifike, kemi të bëjmë me tenderat. Domethënë që është një hot topic kudo në botë, jo vetëm në Shqipëri. Edhe për të cilat janë parashikuar si gjithandej dispozita specifike, do me thënë që sqarojnë mënyrat dhe procesin e vendimarrjes për garantimin e tenderave. Sipas situatës që është përshkruar nga burimet informacionit të Top Channel, duket se ka shkelje të qarta të rregullave dhe të procedurave në dhënien e tenderave dhe duket se kjo është bërë një modus operandi gjërësisht i përhapur dhe për të cilët rezulton domethënë që në mënyrë shumë të hapur personat mund të kenë humbur
besimin në administratën publike për shkak të mënyrës se si është vepruar për shpërndarjen e tenderave. Do me thënë që ka një abuzim dhe një shkelje të hapur të të gjitha dispozitave ligjore në lidhje me garantimin e tenderave. Ka një shpërndarje, një abuzim detyre mund të themi, do me thënë, dhe në një mas të tillë, në një nivel të tillë, do me thënë që tani të gjitha instancat po angazhohen për të ndjekur, për të bërë ndjekjet procedurale ndryshme, dhe titulli është edhe i goditur Follow the Money, sepse dhe duke follow the money, personi do me thënë që është më i përmendur tani, sidomos në dosjet e Akshit, është zonja Karçani. Edhe nëse do ta marrim domethënë që ta konsiderojmë është interesante apo jo, nëse do ta krahasonim me dosjen Balluku, sepse gjithashtu kemi dhe anën tjetër, jo anën tjetër, le të themi edhe një lajm tjetër në lidhje me politikën shqiptare që ka lidhje me Ballukun. Dosja Balluku dhe Akshi janë të ndryshme sepse trajtohen në një nivel tjetër. Ndërkohë që zonja Balluku gëzon një imunitet të caktuar, edhe atë të deputetit dhe atë të zëvendës kryeministres, zonja Karçani nuk mund të përfitojë nga këto privilegje, kështu që mendoj domethënë që do të jetë një precedent që së paku do garantoj akses në informacione shumë të rëndësishme, sepse nga ana procedurale nuk kemi nevojë, domethënë që të kalojmë në fazat e procedurës që duhet të kalojmë me zonjën Balluku. Shumë bias në Shqipëri. Enida, do të di edhe diçka. A mendojnë që mund të luajë ndonjë rol avokatrit ose ekspertët në këto skemat e dyshimta financiare në Shqipëri? Tani, do me thënë, përgjigja është fillon gjithmonë me varet. Sigurisht, një avokat mban palën e personit, individit apo kompanisë që ka konsultuar, do me thënë. Në vija të përgjithshme, avokati nuk është avokati ai që mundohet të mbrojë interesin e përgjithshëm të komunitetit, do me thënë të drejtësisë. Avokati është i njanshëm. Kjo zakonisht ka qenë detyrë e prokurorisë është, domethënë nga tagrat i përket prokurorisë që të bëj akuzën edhe të garantoj domethënë le të themi drejtësinë dhe pastaj vendos gjykata. Ndodh që formohen grupe të caktuara, stakeholders apo shoqërie civile, domethënë që kanë një interes të caktuar dhe aty domethënë nëpërmjet njohurive, sepse avokatët sigurisht që janë të specializuar, kanë informacione të caktuara, mund të ndodhë që të krijohet ky grup interesi, le të themi, dhe të ketë informacione më të detajuara. Të ketë një strukturë, se nuk ka, se edhe sot avokatët në Shqipëri shpesh quhen si, nga që ka dhe shumë, ka më shumicë, edhe pak si shkesë. Si shkesë. Është kjo në fakt prezente, por ka qenë një teknik që është një teknikë që kanë filluar e ndjekin edhe vendet këtu, për shembull në Belgjik. Më përpara, domethënë në çdo vend ka qenë me numër të mbyllur, pjesëmarrja në konkurset për të bërë avokat, tani e kanë bërë pak më tregtare, është tregu ai që bën seleksionimin. Ti i paguan taksat shtetit, i paguan taksat universitetit, pastaj je i mirë, nuk je i mirë, do ta vendosi klienti. Por ka shumë si në arkitekturë. Voilà. Vazhdojmë me follow the money. Follow the money. Yes. Shumë herë investigime televizive shpesh paraqiten si pretendime, jo si prova ligjore ose përfundimtare. Këtë herë duket sikur pak më serioze, sikur provat janë pak më të forta. A thu pak ose më tej do merret me këtë çështje? A thu do shkojnë deri në fund apo do të jetë një ndërhyrje tjetër si gjithmonë korruptive në Shqipëri? Tani, nga ana ligjore, është më safe, është më e shëndetshme të thuash domethënë që provat nuk janë konkluzive, sepse duhet të kesh edhe tagra të caktuara që të flasësh domethënë me një autoritet të caktuar edhe me forcë. Dhe sigurisht domethënë çdo njeri për të mbrojtur veten apo institucion e ka të detyruar që të thonë, okay, këto janë ndoshta indicie, jemi në fillim të hetimeve. Kjo pjesa e indicieve dhe jo provave, le të themi, konkluzive, përdoret më shpesh në dosjet që janë të lidhura me imunitetin
e personave do me thënë që punojnë në parlament, deputetëve, zëvendës kryeministër apo ministrave, posteve të larta. Në rastin do me thënë edhe të çështjes Balluku, edhe të dosjes Akshi, Spaku i ka tagrat për investigim, nuk ka nevojë do me thënë për heqjen e imunitetit. Investigimin, kontrollimin, marrjen në pyetje, marrjen prova janë të garantuara që tani me kushtetut, do me thënë mundet i bëj. Çfarë do me thënë kjo në lidhje me dosjen Akshi ka më shumë shanse që të konkludoj dhe që të ndërtoj një dosje më solide dhe të marrë masa pak më, le të themi, më të rëndësishme se sa në dosjen Balluku, sepse në dosjen Balluku ka disa mbrojtje kushtetuese që janë garantuar, kështu që për të përgjigjur pyetjes është më fort e mundshme që të kemi prova konkluzive në lidhje me dosjen Akshi. Faleminderit shumë për këtë debat që kishim sot ose për këtë njohuri. Dhe do vazhdojmë. Do vazhdojmë sepse investigimi vazhdon, nuk është akoma investigim gjyqësor, por shifet se do merret një diçka shumë seriozisht. Është mendoj një lajm i mirë për komunitetin shqiptar, pastaj nëse fillojmë të hyjmë nga ana pragmatike si qysh pse, ajo është një debat tjetër, por le të themi që po fillohet, do me thënë të hidhet dritë në atë që mund të quhet maja e icebergut, sepse tim shumë mirë që në vendet ish komuniste është pak e... Tani ato që kapen janë të zgjedhur me gisht nga larg dhe zgjedhin se ke do të sakrifikon partia e tyre. Pikërisht. Faleminderit edhe një herë. Jo, vetëm muzikën po presim. Muzikën e pastaj do të flasim edhe për dosjen Balluku dhe për prononcimet e zotit Rama. Normal. Siç ju thash edhe përpara, do kemi edhe një segment muzikor. Këtu në studio kemi mjeshtrin e madh Arif Vladi, por le ta vazhdojmë pak me muzikë përpara se të marrim Arif Vladin në pyetje.
I rikthehemi edhe i herë programit ton Jehona Shqipës në valet 105.4 në Radio Paranik këtu në FM në Bruksel. Kjo këngë që dëgjuat tani ishte kënga e mjeshtrit mall Arif Vladi që e kemi po ashtu në studio. Një këngë fantastike, po ai është këtu po ashtu për këngën e re që ka sjellur në treg para disa ditësh që thërret Kosova o moj Shqipëri. Një karrierë shumë legjende me këngë të tia epiko historike që ruajnë shumë identitetin shqiptar. Zotni Arif, mirëdita dhe mirë se erdhët në programin ton sërish. Përshëndes shumë. Ju lutem afroni pak mikrofonit. Kjo është radioja që unë e dua. Kjo është radioja që në fillim unë kam ngëru me folë sepse ala kishin frikë komunizmin. Tash ja, du të jemi të sinqertë. Po. 100%. Afroni pak mikrofonit, lutem. Në vitin 89, 90. Se si mund të flasësh me një radio ku ato e udhëheqin reaksionarët. Se edhe Billa është i ri, i ka gjuar të prej babës vetë se ai ka heq. Por një radio që udhëhiqet nga reaksionarët e ikur të kohës zogut. Kjo këtu. Kjo këtu, normal. 40 vjet. Ka 40 vjet, si vjet festohet 40 vjetori i kësaj radioje. Edhe mua më ftuan këtu, Sakipi, nuk guxosha me thënë jo. S'guxosha me thënë jo. Frikën e kisha mbi shpinë. Është normale. A kupton? Sepse unë kam dalë jashtë shtetit që në 79, kur jam kthyer nga Franca në Shqipëri, e kam rreth nënën time që atje s'kishte bukë. Po na thon që nuk dëgjosh, duhet afrohesh pak afër mikrofonit, se po thua gjëra shumë të rëndësishme. Edhe kur këndoj në skenë, nuk Largo. mbajnë gjitur mikrofonin, sepse ato që e mbajnë gjitur s'kan zonë. Kjo mos është më i mirë ky mikrofon? Okej. Tani je në rregull. Kështu që e lidha me radion tuaj. Edhe një herë na duhet se No, nuk e vazhdo. dëgjuar. As jam dëgjuar? Jo. Atëherë, kam nguruar në 90-ën, 89-90-ën, sepse atëherë ala ishte Ramizalia dhe komunizmin ne kishim mbi shpatulla. Edhe kur jam ftuar për herë të parë këtu, nuk kam guxuar t'i them Sakip Skepit që jo, nuk po vi. Por t'jemi ndërgjegjshëm, kam marrë me frikë. Sepse unë i dija pasojë dhe që qa hiqnin shqiptarët për agitacion e propagandë në Shqipëri. E megjithatë erdha, edhe 2 muaj më vonë, ma kanë mush mendjen, që t'jemi sinqert, ma kanë mush mendjen patriotët shqiptarët këtu të Shqipërisë, që kishin ikur nga komunizmi, që unë të këndoj për herë të parë kundër Enver Hoxhës. Unë kam këndu për Enver Hoxhën, sa hera ansambli jashtë shtetit ka dalë, këngën Enver Hoxha të në gjatjeta ma jepnin mua. Sepse atje Male sa ato shkrej. atë këngë atëherë nuk mund ta zgjidhje. Atë vendoshin instancat e partisë se kush do ta këndojë atë këngën e Enver Hoxhës jashtë shtetit. Bile Ibrahim Tukiqi era me të past, është ankuar shumë, pse ma hoqët muja dha ti djalit të vogël për dibre. Mi po, me sa duket, aty në Manalt, ju a ka mush menjen që ky mund ta këndoj. Nëse edhe, duhet ta lidhi që shqyqyr që s'kemi më frikë, edhe t'i kujtojmë këto vujtje të asaj kohe, që dalin në një konkluzion që ta vlerësojmë edhe kontributin e bashkëdhëtarëve tanë, që e kanë mbajtur këtë radio me kontribut të vetin personal, që sa do pak mërgjimtarët tanë të ikur në kohën e komunizmit edhe që në kohën e zogut, të kishin një dritare për të informuar në Shqipë. Faleminderit. Bravo. Dhe kemi artista si puna juaj që është shumë e rëndësishme të jenë pjesë e komunitetit tonë. Jo vetëm tani që jemi në demokraci dhe fjala është e lirë, por për ju ka qenë shumë e vështirë në ato vite të flisje kundër atij regjimit kur ti veti ki pasur dhe familjen tënde brapa në Shqipëri. Bravo. Për ju të ritë. Tu kam edhe një djalin e një mikut tim. Shefqet Billa është një mësues i Kuksit, i Lumës. Fizika? Breza nga durët e tij sot janë mjek, doktor, biznesmen janë boj i biri. Nëse me ato, edhe kur takoshëm me njëri tjetrin, na dukesh se o
të ishte errësin ose të mos na gjote kush, sepse nuk I thoshim dot fjalët ashtu siç. Pavarësisht se I besonin njëri tjetrit, po mendonim se mos na dëgjon muri. Unë që në 79 për herë të parë në Paris, edhe ju gocat e reja. Kur jam kthyer në shtëpi, dushte me tregu. Ne na kemi porosit që me shah Francën dhe me bo lesk. Katër sigurim sa kishim me vete ansamblin, edhe ato visheshin me kostum kombëtar, edhe futeshin në kor, edhe lushin buzë sikur këndojnë, sepse nuk tunë të binin në sytë e francezët se çfarë janë këto, çfarë funksioni kanë. E kupton? Po. Edhe na kishin porosit që ne ta bëjmë Francën, e unë me I ra shkurt mohabetit e bona Francën për 2 lek. Flishin njerëzit në urë, nuk kishin buk, nuk... Nona ime hapi syt edhe tha. Që si u ktheve. Po, që si u ktheve. Po ku hashit ju morbir? Thash, non, e ha ambasada shqiptare. Thashun me shumicë. Me guzhinjer mbrapa, me autobuse, edhe nga ato që shkoshim e kishim të shtruar. Pse tha ka shumë maqina kishin ato të ambasadës aty. E ha më shumë se Franca. Ambasada shqiptare në Francë ka qenë shumë e pasuruar, ka qenë me hatër shumë. Po mirë, ka qenë për të punojnë të ambasadës, po jo për shqiptarët e shkret. 100%. Nese për ta përmbyll këto më shumë për të 2 vajzat e reja. Rrugën e dytë, shumë të reja. Për rrugën e dytë që do dilsha e merr vesh nona ime. Kjo është 100% e vërtet. Kjo është për komedi edhe për tragjikomedi. Edhe më vjen nona një ditë para se nisesha për jashtë me një trast me 30 kuleq misri të farm. Se këto misri me farm, tha merri me nonën këto, se këto 30 ditë nuk myken. Sepse unë I kisha thonë herën tjetër që nuk ka buk atje. Po, do thonë buk franceze. E si shan gjendje mi thonë që non kështu, edhe e mora, unë nese sa iku nona, shkoj dhe misri, se s'kisha ku e qosha, po. Dhe më thonë, kjo ka qenë realiteti. Faleminderit. Këngët e tuja, jo vetëm kohët e fundit, po si karrierë, janë epiko-historike. Flasin shumë për historinë e Shqipërisë, nga një herë edhe të trishtume, sidomos ajo këngë që sa po vuna përpara. A mund ma thoni pak vargjet nga vinë, si rjellin? Shka, vargjet në radhë parë vinë nga vetë jeta edhe poetët din ti grumullojnë edhe ti kthejnë në vargje këngë ose në poezi. Këto këngë dhe këto poezi shqiptare nuk mund t'ishin me një vend tjetër që se ka këtë lloj jete. Ne jemi një popull që gjithmonë kemi vujt dhe kemi luftu për liri, për të çliruar. Tashti që thonë që po hymë në Evropë, që s'po merret vesh se çfarë bëhet, inshallah po hymë, po atëre kur Evropa po shkundet, Evropa po derdhet. Edhe nuk mund të kishim tekste të tjera, nuk mund të kishim 100 vjet po I thras liris, thot poeti I madh Qok Beci. Do me thonë, 100 vjet francezët kanë shku duke bo koloni, duke pushtu vende. Edhe sot I kanë Belgjika dhe Franca kolonit, mos qofsha gabim. Po. I kanë asan, këto vende demokratike të mëdhaja. Indirekte. Po, I kanë shu disa, po I kanë akoma marrë I kanë. Akoma e mjele. Evropa nuk ka këngë lirie. Sepse ka, mund të ketë veç në këngë pushtimi, në një që është e pushtum, e mytëm, e botëm. Kurse ne jemi rrit me ndjenjen për të çliruar, me ndjenjen e mbijetesës, sot e kësaj dite akoma diskutojmë për zona të veçanta, mbijetese dhe vujtje në Shqipëri, që t'jemi real. A ka kontraste? Ka kontraste që këto qeverit e fundit po na çodisin, e kupton? Por që kjo është realiteti. Unë duhet ta tregoj edhe fillimin, edhe fundin. Është normal si shqiptarët, si tradit lasht, jo tani moderne, po si tradit lasht, gjithmonë I kemi pasur ata këngë që jehojnë për traditën tonë, për kulturën tonë, për dashurinë që kemi për kombin tonë.
edhe ti akoma e vazhdon këtë traditë si në kohën e lashtë iliriane, edhe të falenderoj shumë si dëgjuesi këngëve tuaja. Gjithmonë më emocionojnë kur i dëgjoj në vargjet, më çojnë mishin kokër, po ashtu dhe melodia jote. Është fantastike. Faleminderit, po një kom që nuk jeton me historinë e vet, është destinuar për të bota lava. Është krejt normale. A mundena pak të shkojmë tek kënga e re që ke shkruar Po, ti? çfarë mesazhi ka kjo këngë? Dhe ai drejtohet se hyra kështu Spartakun, po jam shumë kurioze, më fal. Ai drejtohet vetëm të rinjve apo dhe brezit vjetër, në kuptimin gjithëve, i drejtohet gjithëve ky mesazh? Ja ime, unë jam i lumtur që ti kjo këngë ndikon në veshin tënd. Edhe deri këtu unë jam i kënaqur që ti në këtë moshë që realisht ti nuk i din vujtet e mia dhe të babait tënd, edhe gjyshit tënd. Sepse ne po ti tregojmë, po ti si ke përjetu. I rrit me të mirat e kohës, që ta pranojmë, se njoh edhe kështu familjarisht, ke mbaru shkollat dhe ke grapat e fundit, edhe jam i lumtur që ti, pa i kaluar këto vujte vet, je interesuar se çfarë janë të këngë dhe kush është historia e gjyshit tënd. Kjo këngë, për dalë më konkretisht, është një luftar i lirisë Kosovës nga një fshat i Klinës, që së bashku me shokët e tyre shkoshin dhe furnizoheshin me armë. Moj Krasniq. Po. Është natë grup, po. Edhe Ilir Mërturi ishte një ndër ata që u kthyen me armë nga Shqipëria, edhe e ratën në minat e kurdisura të forcave serbe. Aty dhanë jetën. Edhe kështu që kjo është kënga ku unë ja them fjalët. Ilir Mërturi vjen nga Shqipëria, plot me armë e municion. Gjakun ton, thot ai, e kërkon liria. Këtë vargun tjetër po kjo është ideja. Ne po e dëgjojmë tani. Ta dëgjojmë. Po si le ta dëgjojmë pak. Këngën nga fillimi, kënga re e të mjeshtrit. Edhe një gjë, unë nuk luftoj shumë për treg. Këtë Këto e kemi parë. Hiqma nga ja, unë nuk jam shumë. Unë marr në sponsorizim nga baba i zotërisë që është këtu, të vogël, po ai nuk ma jep me bujë. Po, nuk e di ma kupton mbapet. Ma jep nga shpirti, po. Ti kanë gjithmonë i tillë. Le ta dëgjojmë pak këngën edhe të kënaqemi me muzikën. Është kënga e re, Thirr Kosova o moj Shqipëri. Kënga e herojit kombit Ilir Mërturi. Kosova e Shqiptar
një këngë me disa vargje shumë të trishtueshme, por dhe me disa vargje shumë të vërteta që i përkushtohen me të vërtet herojt kombit Ilir Merturi. Kisha një pyetje për ty, zotni Arif. Po. Çfarë të frymëzoi kaq shumë për këtë këngë? Mesazhi juaj për shqiptarët dhe pse figura e Ilir Merturit? Po, këta janë figura që shkuan në luftë ku baba i vet para pak kohësh kur e pata taku para një viti. Ma pa tërgu dhe si histori. Këto janë djemt që kur kanë gju për herë të parë marshin e UÇK-s, i kanë des. Sepse realisht në gjithë e dim që në luftë nuk shkohet me urdhër, shkohet me ndjenjë. Edhe kur të ngacmohet ndjenja shpirtërore, atëherë merr edhe vendime të mëdha. Edhe ma tha që kështu, më tha bab, unë s'mund të rri, të më shohin këtu në katon dhe gjithë djemt kanë shku, janë gjithë maleve kundër Serbisë. Tha po, nisëm ka qenë ajo, kënga, ajo e ka nëzit, tha, ma shumë se sa. Kështu që nuk mund të rria unë pasjuruar heroizmin e këtij djali, ashtu si dhe të tjerë, por që më bëni përshtypje edhe një gjë tjetër, se këta nga ajo shpërthimi i minave, këto kanë qenë të humbur për një 4-5 muaj. Edhe janë gjetë me vanesë. Edhe kanë pas dhe dëmtime të mos i hyjmë asaj, heroizmi e ka, nuk dihet. Nga njëherë heroizmi nuk të gjenë gjumë. Sakipi kishte diçka për të shtuar. Ragipi. Unë thash Sakipi ka shkruar. Sakipis na ik për gojë dhe e di, dona këtë shumë. Me thonë drejtën, zotëria Arif edhe me profesion, unë jam historian, edhe ishin ma shumë se 2000 ushtarë të Shqipërisë, të cilët ju bashkuan luftës, edhe ishin pikat kryesore, do me thonë, po motivi keni qenë ju. Do me thonë, marshi UÇK-s ka qenë ajo e cila një popull tonë e ka ngrit, do me thonë, dhe ka bo një punë të mrekullueshme. Mirë po, çka du të them? Du të them dy gjëra. E para, që ka vlerën edhe fuqinë e vetë është për arsye se historia e këtyre ushtarëve që po thoni ju, përfundon me një diçka që është e çuditshme. Mu më ka ra që në kufirin Kosovë-Serbi mi pranu kufomat edhe të ushtarëve të vramë. Mirë po e tham për herë të parë në radio dhe publikisht, një profesor i mjekësisë ligjore i Universitetit Nishit më thot profesor, edhe unë jam viktime Miloševićit. E i tham pse? Trupat që për ju dërzojmë sot, tha janë krejt me të UÇK-s. Do me thonë atë rastin që edhe kanë rënë mina, po edhe kanë rënë prit. Edhe tha kanë pas urdhën që me i gjujt në Danub. Unë ju kumë dhonë disa dinarë, do me thonën, rëmve që ata të shkretit janë detyru me u marrë me këtë punë, edhe mos mi gjujt, do me thonën, mrenda në lumë, po pranë lumit me kush që ti merë një jo. Do të është për të habit se kur e kemi shpirt edhe me zemër, ndoshta ndodhin edhe këto gjona, dhe e dyta, kongën që ju kur erdhët e lëshum, është një mesazh i fort i Ram Bllacës, që ishte deputet në Parlamentin e Serbisë, dhe që kishte vendos kur shqiptarët shpërnguleshin për Turqi, ai të shkyn aktin, do me thonën edhe t'i thot vetë mbretit, faktikisht mbretit Nikola Pashiqit, që ky dokument nuk vlen për shqiptarët dhe ka kthehet rrugës, do me thonën për shpit vetë vritet.
Ama e grisin parlamentin Po pikërisht po tham, e grisi grisi përpara fytyrës. Po, në parlament edhe këto, kjo është populli, kjo është historia, mirë po vlera dhe ajo që bani ju vërtet është një thesari çmum, edhe e di që nuk mund më ja u kthy me fjalë, po falenderojmë nga zemra. Faleminderit shumë. E sidomos që këtu po je edhe njeri ndër ato që i thatë fjalët e juja, jehona Shqipës që ka kaluar nëpër situata, se ti qëndrosh to natyre stuhive për 40 vite, nuk është pak, jeni vërtet krenar edhe me ty, edhe me punën tuaj, edhe të faleminderit shumë. Dera është e juja. Faleminderit. Normal muzika jote, siç e thash më përpara, është një kujtesë historike, është muzika e Bashkimit Kombëtar. Flavia, kishe diçka për të shtu? Doja të dija vetëm cila ka qenë ajo këngë që gjatë interpretimit ju ka emocionuar më tepër. Jemi kurioz, se ke shumë këngë patriotike. Shiko. Bëj pak pyetje të vështira ti. Unë duket sigur janë të lehta. Kënga që i këndohet heroizmit që dikush ka derë gjakun për liri. Ajo është ma emocionuesja. Është ma. Kënga ma emocionuesme në jetën time që ka qenë është Jam Kosova e Shqiptarisë. 100 vjet po i thras lirisë, është Gjokbeci. Në momentin që serbët e masakruan, e doqën, e bombarduan familjen Jashari, më njerë mas 6 shtatorëve ka nis të shkruaj Gjokbeci në tekst. Edhe i shifshim imazhet se si gjithë familja, por asnjëri nuk qante, asnjëri nuk përlotej në atë mënyrën e Oboboçnagjeti, por sikur kishin realisht ata gjetën shpëtimin, sepse Amerika nuk do t'i binte kot Serbisë. Po ishin këto, ishte ky gjak që i detyroi ata që pastaj ta gjunjëzoi Serbinë, edhe erdhi dita e lirisë. Kështu që këngët që këndohen për gjakun e derdhur, ato janë këngët më emocionale. Kam një pyetje. Këngët tuaja janë shumë të lidhura me një aktualitet jo shumë të largët, që është lufta për mbjetës, edhe ajo eposi ka vazhduar me ju. Njini ju ndonjë këngëtar të ri, mosha, nuk e di, tek 30 vjet, që është duke bërë të njëjtën stil muzikor? Nuk mund të absolutizojmë që jo. Nuk mund të themi që jo. Ka, po përpjekjet janë të vogla, tash janë të sulur më shumë mas tregut. Kur qëllojnë me në një dasëm që i ka njerëz që i duan të përjetojnë këta heroizmin shqiptar, ata munduan ta mësojnë në i këngë dhe ta këndojnë. Kurse kryesisht është Tallavaja dhe kjo muzika Romo Magjupe, sepse kjo është dhe e lehtë, sepse mund ta këndojë gjithkush. E kupton, këtë mund ta këndojë gjithkush. Tallavaja është këngë çadra gabelsh. Po, mund t'ja shpjegojmë pak më shumë shqiptarëve, sepse ndoshta mendojnë që Tallavaja është muzikë shqip. Bravo, faleminderit. Tallavaja në konceptin e fjalës një tallava është jo vetëm këngë, po në një odë burrash, në lum apo në libër, kur s'ka ditë dikush të bëjë muhabetin, e ka filluar nga ai afër derës, edhe nuk ka ditë se çfarë është, si me ja mbajt terrenin muhabetit në odë. Atëherë ai më i meqmi i saj thoshte, ju lutem mos na e boni muhabetin tallava. Tallava është edhe një ndërmarrje që s'merret vesh se kush e drejton, kush e vjedh, kush e copton. Domthon gjitha gjërat që shkojnë keq janë tallava. Tidhemi ke muzika e ka dal kënga tallava, sepse i kënojnë njerëzit jo meritor të këngës.
që është gjë më e lehtë për ta knu, po kryesisht kjo është marrë nga Romo Turco Magjupt. Është muzika e tyre dhe është shumë e lehtë. Edhe kryesisht kjo muzikë bëhet kur njerëzit janë të pijim. E kupton? Edhe i duket dha ti pianecit që ditë këndoj dhe afrohet me ty. Kjo është tallavaja. Kjo është s'mund quhet muzikë, se po ta quhesh muzikë, po ta quhesh muzikë, do të ofendosh muzikën deri në fund. Faleminderit që të kemi ty këtu që ta shpjegosh gjitha këto gjëra teknike, ë? Është sepse shumë e rëndësishme se ka një përzierje, domethënë ka shumë shqiptarë që unë i dëgjoj, edhe më falni për sinqeritetin tim, po vërtet nuk i duroj dot kur dalin në xhiro me ato makinat e tyre të mëdha, edhe me ato varset kështu, edhe kjo muzika që për mua nuk është shqiptar, duhet dikush domethënë që ti edukoj. Ka dhe një element tjetër bija ime që duhet ta tregoj, ta them të vërtetën. Këta kryesisht këta me këto zinxhirat që në mënyrën dhe me sakrificat e tyre i kanë arritë t'i bojnë, por me punë, jo me punë të ndeshme, por me punë, me sakrificat e kohës, të miellit bardh apo të miellit të zi. Ato janë të pashkollë. Një një popull që është i pa arsimuar, futet dhe ndikon në veshin e tyre muzika më e dobët e mundshme. Pikërisht. Ne fatkeqësisht në Shqipëri sot, pavarësisht se thot kryeministri kemi bë këto përparime, ato përparime, unë po vej bast me juve sot në radion Jehona e Shqipës në Bruksel. Ti marrim 10-17 vjeçar, edhe 10-20 vjeçar, edhe ti bëjmë një konkurs kush din me lexu gazetën. 70 vjeçarët të gjithë din ta lexojnë gazetën, 20 vjeçarët ndoshta 3 e lexojnë. Ja, kjo është niveli jon. Kjo është niveli. E pastaj mos ta bëjmë pak më të vështirë që të flasim, domethënë të flasim për pentagramin, sa nota ka shjallët. Po mbrim afër përfundimit të programit ton. Dua të falenderoj me gjithë zemër zotni Arif Vladi që ishit pjesë e programit ton, që jeni pjesë e komunitetit shqiptar, që gjithë jetën tuaj jeni mundu të mbani patriotizmin shumë thellë. Kisha vetëm një pyetje të fundit, ju lutem një mesazh për diasporën, edhe një mesazh për kompozitorët si puna jeme, që dëshirojnë të shkruajnë vetëm këngë për kombin shqiptar, për historinë e Shqipërisë dhe këngë patriotike. Mesazhi për kompozitorët dhe për krijuesit është që kush harron nga vjen nuk din as të krijojë. Kurse për diasporën në përgjithësi, diaspora shqiptare është krenaria e kombit tonë. Diaspora shqiptare gjithmonë ka qenë frymëzim, qenë nga Amerika, nga Vatra, nga këta janë frymëzimi i atë dashurisë, i lirisë, edhe një gjë po shohun për lëviz në për koncerte, në për manifestime, edhe shoh që më shumë gjej këngë të vjetra që i këndojnë fëmia e diasporës se sa në Shqipëri. Në Shqipëri janë të kënaqur kur fëmia di një këngë italiane. Edhe nuk e di këngën e gjyshit vet. Sepse në Shqipëri e shikojnë patriotizmin si demode, ndërkohë që Zotni Arif, faleminderit edhe një herë për prezencën tuaj në programin ton dhe jeni gjithmonë të mirëpritur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shqipëri
jam t'u i ta dhon. Turit nera more djal, mollën s'ta mardo. Me m'palala, me ban fjale, em shkon mundiko. Nën hijen e një rapi, ku krovi këndon lehtë, mu afrove si zan mali, me busi pranve, syri yt. Ja, pra, ku jemi dhe në fundin e programit ton, ju falenderojmë të gjithë të ftuarit që kemi pasur, zotni Ylli Billa, po ashtu të nderuarit Arif Vladi, faleminderit Enida, faleminderit Flavia, faleminderit në zotni Ragip. Spartak, mos harojmë dhe që kemi një emision super special. Javën tjetër që vjen do jetë dhe ditëlinja dhe jo festa, por ditëlinja e programit ton Jehona Shqipes. Do kemi një program shumë special me të ftuar shumë interesant. Ju lutem na ndiqni Kemi në faqet 40 vjetorin, nuk është pak. Pa, normal. Na ndiqni në faqet tona zyrtare në Facebook dhe në Instagram, ku do jemi dhe live, ashtu si jemi dhe sot. Mos të harroni të na lëni mesazhe, po ashtu dhe në numrin ton telefonit të studioja që Flavia do e thotë. 02 73 20 450. Ju falenderojmë të gjithëve që na dëgjuat sot. Mos harroni javën tjetër, është do jetë një javë më të rëndësishme të programit ton, kështu që na ndiqni dhe për informacione shumë të rëndësishme që do jetë për festën e 40 vjetorit, do ju lajmërojmë javën tjetër. Atëherë faleminderit shumë dhe ju uroj një javë shumë të mbarë. 40 vjet flitet shqip në 40 vjet Bruxelles. flitet shqip. Do e mbyllim programin ton me këngën e fundit si gjithmonë, po ashtu e kompozuar nga unë. Bravo. Në zemër të Brukselit, fjala jon jehon, gjuhet dashuris, që s'harrohet kur, nga Dardania në Arbri, zëri udhëton, jehona e Shqipës, dritë në s'do zemër. Jehon zëri ynë, në Val Radio, si këngë maleve, në çdo mi. Nous comptons sur vous. Fruit Radio, Fruit Radio, Fruit Radio, Fruit Radio. Fruit Radio.